Ç'a bën ai gjë? Për këtë ishte ke koncerti ju aty ke Kanye Westi? Jo. Jo, më ç'dum ke koncertin. Që keni shpëtuar lekët Lale se ishte kod fare Lale. Ai ishte kështu scamming, e ke parasysh mashtrim. Legje si ishte Kanye Westi fare aty Lale. Si ishte Kanye Westi. Po si ishte pra? Se dita Albani, ky që sa çe këtu. Albani ka pas qenë kështu. Ka qenë bashkë me Baxhanokun e vet, kanë qenë ka rruga Dorsit tu hik për Laprak. Po. Pa prit pesani ishte. Kalon nga autobus, ky furgoni që bën durrës. Qa lidhje ka Allah, pse si ishte Kanye Westi, kush ishte ai? Ai ishte Blendi Gonxha më dai. Blendi Gonxha. Po. Pa ty që ishte i lidh atje ke globi ai që rritet lidh me litar. Po se s'bata te ku libri ka diabeti era. Kush më? Po. Ka diabeti. Ka diabeti ai? Jo, po mund të jetë se është nosh, me gjithmen. Ore, mu duk njëri si majmun, kështu se u hita si majmun, po. Po jo, ai ishte me maske, se futur ai që kishte i gjë që dyshoshën njëra atë, pse ishte me maske? Si pse ishte? Po ishte pra që mos të njihte që ishte Blendi. Ma balla këto gjëra. Po mi po zëri, apo thuj zëri me. Po zëri me, goca. Ka këtu me playback me ti. Po e ka në YouTube. Se ti punon dhe në televizor. Jo çfarë zboni aty. Ore pse ato 4.2 milion euro i pas kanë marrë për vete këta? Po pse po kush i mori Kanye Westi? Kanye Westi ka qenë me idasën në Belgjik fare, s'ka qenë fare aty. Ma të sekretarja bashkisë të asajt, Ultreçit martot e gocën. A më mos ja fut Ultreçi në Hollandër. Në Hollandë është? Po. Pse ti ishe në Belgjikun? Po ta u fiksu. Ui. Po. Se ti kështu ti fiksohesh edhe të merr për kot. Apo nga ta rre me Rotterdamin. Me Rotterdamin po, në Hollandë. Ana vazhdojmë emisionin e pa. Po pritet një sekondë të sqarojmë këtë mohabet ata. Po sqaroni ja fusi kot që nga Blendi Gonxha si Kanye Westi. Tashi, a ditë Blendi Gonxha që thoshte merrni bileta, merrni. Çfarë interesi kishte ai për Kanye Westi ndryshiste? Po mira, ata nuk ngjajnë, janë raca të tjera burr. Nuk ka lidhje me ata. Po 4000 lekë boi Sprite, ke patë ndërtimit. Ti skuptoj, ja më se si kanë bën me Sprite. Tashi, Baxhanak me Albanit Lale. Punon durrës. Këto që botë salën. Po. Punon durrës te kavaleshenca. Po. Ka marrjer banakier, ka pagan gjitha. Po mirë se kuptom, ha, dikë tekbi. Tashi e ka punsu në kushërinë vet, sa ai ka punu në Angli, ka bë lek. Titi. Pra ma nesh akoma ndule. Pa ne po ka hap lokal këtu. Ore na mos u shpërqendron, na. Ka marr plazhin, ka bë lek ata. Leku letën e skena. Edhe plagu i vet nuk lëshon Lale. I kafe sa jep. Ore ka parat me thas vetëm i birr pi herë në muj. Po. Ndajnë 2 gota bashkë me gruan e vet. Dhe ore shkoi herë për pushime. Zoti. Ka parat me thas. Edhe me Ruçja o grua mirë, grua e këtij. Ka qenë. Çfarë lidhje kishte me Blendi Gonxha që u bë si Kanye Westi? Po dali pra sa ty do dal pra. I tha Rama Fugës, do ta bësh ti Keni tha. Jo tha ai se mbie zor. Ja bën ja se bën. Aty kishte qenë dera gjys hap, kaq. Po. Jo çik më shumë, ndoshta ose më pak se sa. Ama ha, çfarë pasaj? Kalo Blendi Gonxha i tha, do hundesh i firmë tha ai. Jo, se që boni gjok kështu, jo, i tha ai, po ju duk se ja boni kështu, se bëj edhe herë tha atë tha. Po, jo. Atë tha, që ke për ta bëu ti tha. Po. Keni Westi do bëj dhën, do bësh Kanye Westi tha. I vuni mas, në fillim i tha kështu, do shkosh në plazh i tha. Te kavaleshenca tha. Do nxjesh çik. Ke për nojt i tha ka ora 12 deri ka ora 2-3 i avresh pa panalime. Me vojullin e lym, sa ajo më shumë. Me vojullin e me birr. Ja nga rrote apo ja. Po. Sa këndha se lyesh me kos prapë se dëmton ngjyrën tha. Ja. E prishe pasaj Lale. Maroj, po ta kishte me kos, maroj filmi. Mase Kanye Westi disa detaje që po të keni qenë vëmendshëm. Kanye Westi është 1.97. Po. Blendi Gonxha është 1.67. Po. Kanye Westi Kur madhe ti. Pa gjesh me se futesh në Google qetë ty mosha dhe gjatësia. E di çaj po teknologjisë ky Lale. Duket. Po ju duhet ndonjëherë për kompjuter apo për gjona merrni këtë futeni qitani aty Lale. Një sekond, vazhdoj pak këto faktet se po më pëlqen si kështu. Po pra, unë çet për sa i përket teknologjisë, çaj janë lagje unë që bë me Facebook atëherë kur ha Facebook. Po. Ai ne mua më hapi mail Lale. Se çapot atje më dha kodin, më dha ato tona. Ja ha banksin. Futesh un po. Veri OTR 2008. Kur ka qenë. Të vazhdojmë me emisionin. Po, jo, i sekond sa ty do dalim pra. Po mos u zgjatëm shumë burr. Po kena me thon faktin kryesor pra. Thuaj shpejt. Thuaj. Të theme, ore lënë faktin kryesor, po me që sa dhe ju e shoh që ashtu po. Si ju dukën la, kishte një çik bro. Ore, ama tash mamo. Po, të e marrim për sezonin e tjetër. Faleminderit. Faleminderit.